Në njësinë administrative CEPO u zhvillua një takim sensibilizues me pjesëmarrjen e shërbimit zjarfikës, përfaqësues të pushtetit vendor, kryetarëve të fshatrave dhe blegtorëve të zonës. Gjatë takimit u vu theksi në domosdoshmërinë e marrjes së masave parandaluese për zjarret, duke pasur parasysh situatin e rënduar të vitit të kaluar, ku u regjistruan disa vatra zjarresh që shkaktuan dëme të konsiderueshme në mjedis dhe ekonomi. Kemi filluar takime në të gjitha njësitë administrative për sensibilizimin e të gjithë qytetarëve dhe kryesisht të blegtorëve që për neve janë një shqetësim. Për shkak se zjarret e vendosura në kullota kryesisht janë të blegtorëve dhe janë zjarre të qëllimshme. Nga bëm të qartë edhe sot blegtorëve dhe gjithë kryepleqve që në rast të zjarri me policinë e shtetit kemi një akt marrëveshje që do të na mbështesi në çdo vepër penale që do të ketë në zjarrvënie të qëllimshme. Pjesëmarrësit u informuan mbi detyrimet ligjore dhe masat që duhen marrë për parandalimin e zjarreve, si dhe rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve dhe komunitetit lokal. Vitin e kaluar kemi pas disa vatra zjarri në njësinë administrative e CEPO dhe shpresojmë që si vjet mos kemi ato problematike që kemi në vitin e kaluar. Disa ishin dhe zjarrvënie të qëllimshme nga blegtorët që janë konstatuar. Bujqësia, blegtoria, të gjitha duhet të jenë në kontakt me njëra tjetrën. Këto takime janë pozitive në fakt për të ruajtur nga zjarret. Takimet të ngjashme sensibilizuese do të vazhdojnë të zhvillohen në të gjithë territorin e Gjirokastrës gjatë këtij sezoni të verës, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe përgatitjen për shmangjen e situatave të rrezikshme për jetën dhe pronën.